pas 15 vite rënje permanente e natalitetit, në 2024, për herë të parë, Gostivari e mbylli vitin me një rritje të lehtë prej 20 lindjeve. Ky fakt edhe solemnisht u shënua në repartin e ginekologjisë, por çastet gazmore nuk zgjatën pasi gjatë 5 muajve të parë të këtij viti është bërë një kthesë e dhimbshme dhe është shënuar ulje e natalitetit për 40 foshnja më pak, e që ka rritur trishtimin se nëse ulja vazhdon me të njëjtin trend deri në fund të vitit, mund të arrihet deri në -80 lindje më pak. Kështu njofton udhëheqësi i repartit të ginekologjisë dhe obstetrikës në Spitalin e Gostivarit, Dr. Akim Jakupi, i cili thekson se ndër shkaqet kryesore të natalitetit në rënje është migrimi, i cili nuk ndalon dot. Vitin e kaluar për herë të parë ishim në një avancim të lehtë për dikundin 20 lindje, që do të thotë se ishte hera e parë pas disa viteve që ndodhte një fenomen i tillë. Mirë, po për fat të keq, vitin e tashëm 2025 nuk është situata ashtu si kishim dëshirë ne të jetë, domethënë me datë 30 për 5 mujorshin e parë të 2025-s, momentalisht kemi 136 lindje, që do të thotë në krahasim me vitin 2024, deri në datë 30 të muajit 5, kemi pasur 176 lindje. Domethënë ai hapësira që krijohet mes ne është për 40 lindje më pak. Për fat të keq, mendoj se janë më se evidente arsyet pse. Më mirë është bëhet një intervistë para autobusave të cilët dërgojnë njerëz për në Gjermani, për në Zvicër, për shtetet e perëndimit, aty do të jetë pasqyra më e mirë pse ndodhin këta fenomene kështu. Fatmirësi në fatkeqësi paraqet fakti që reparti i ginekologjisë është përforcuar edhe me 2 ginekolog të rinj, të cilët pritet të sjellin një frymë të re profesionalizmi dhe përkushtimi ndaj shëndetit të grave dhe nënave të ardhshme. Tash për herë të parë, fal drejtorisë, fal mundit tim si përgjegjës i këtij repartit, arrita të pranojmë 2 mjek të ri, me cilën e them me shumë dëshirë se u realizuar një ëndër të cilën gjithmonë kemi diskutuar në intervistat e mëparshme. Kemi 2 mjek të ri, specialista të ri të pranuar, në të ardhmen deri në dhjetor presim edhe 2 specialistë të tjerë dhe specializantët të cilët e kemi dërguar në specializime pritet brenda 1 viti, 2 viti që këta shprastira që i kemi pasur deri më tash të mbulohen diku me 10-11 mjek, që do të jetë hera e parë dhe rekord që reparti jonë do mbushet me mjek. Po për fat të keq, ne tash fitojmë njënën, humbim nga tjetra, që do të thotë se kemi natalitetin e rrëzuar. Besoj që fundi i vitit do na mbrin me 80-90 lindje më pak, nëse ky trend vazhdon në këtë formë. E pasi që ginekologjia është përforcuar në aspekt kadrovik, Jakupi paralajmëron përmirësime edhe në aspekt infrastrukturor, pasi që deri në fund të vitit presin të fillojë edhe rikonstruimi total i repartit. Në qoftë se nga numri i të punësuarve të mjekëve jemi plotësuar, neve deri në fund të këtij viti presim projektin e madh për rinovimin dhe rikonstruimin e repartit të obstetrikës, që do të thotë se plani është i përfunduar, kërkesat janë bërë në ministri dhe presim vetëm nga Ministria e Financave të na mundsohen mundësitë për të nisur me projektin. Dëshira është e madhe edhe nga ana e drejtorisë, edhe nga ana ime si kryeshef këtu, edhe do ishte një e madhe e papritur për këtë vit nëse pranuam edhe mjekë dhe përfundojmë me projektin e rikonstruimit të ginekologjisë. Duke u nisur nga katet më lartë, ka mbetur vetëm ginekologjia edhe obstetrika pa renovuar. Migrimi radhitet ndër shkaqet kryesore të rënjes së natalitetit, por ai ka menduar doktor Jakupi ndonjëherë si opsion largimin nga vendi, siç ndodh me shumicën e të rinjve, që një nga planet kryesore të momentit e kanë se si të largohen nga vendi. Është dëshira e madhe për vendingjen, është ajo që jam i sigurt që në perëndim nuk do ta kisha ndjekur në shpirt. Punosh dhe veprosh në vendingje, tu kthehesh prindërve të cilët investuan me vite me radhë, vetëm për të na pasur
pranë tyre, dhe është ajo që gjithsesi nuk do kisha mund të paramendoj mos martohen për grua shqiptare. Për qëndrimet e forta që mban përsa i përket kësaj teme, një rol vendimtar, thot ai, ka luajtur amaneti i prindërve. Ofertave nga vendet e zhvilluara ka arritur të thotë jo, vetëm kur e ka menduar se në vend të huaj nuk e gëzon dot kënaqësinë e të folurit në gjuhën shqipe. Unë kam pasur oferta, mos ti teprej, po 5 apo 6 oferta, për në Zvicër, për në Turqi, për në Gjermani, për në Austri, edhe ato për pagesat mira, masi kisha veç mo një përvoj si mjek, kupton, ku nuk dhe të shkojsha ndoshta vitin e parë dhe kisha pasur problemin gjuhësor derisa të apton, po pagesat dhe ishin shumë më të larta, mirë po nuk dhe kisha këtë rasti, këtë kënaqësi shpirtërore, kur vinë mëngjes edhe flas lirshëm në gjuhën time. Dhe apeli i tij ju drejtohet, jo vetëm atyre që duan të shkojnë, por edhe atyre që kanë ikur tashmë. Kthehuni, sepse qëllimi është të qëndrojmë kur bëhet e vështirë. Ju tham të gjithë atyre të cilët kanë ndërmend të largohen nga ky vend, edhe pse është rënd. Është qëllimi të rëndës të qëndrojmë, të lehtës do kishte mundur secili. Prandaj bëni çka të mundeni, vetëm mos lejoni të largoheni nga vendi. Edhe këtu ka mundësi për zhvillim të bizneseve, zhvillim të punëve. Shkojnë marrëndse në perëndim, mirë, po gjithsesi, mosni, kthehuni, edhe ju që jeni atje kthehuni këtu. Kujtojmë se sipas odës së mjekëve çdo ditë emigrojnë rreth 250 mantelbardh. Shifër kjo e barabartë me një gjenerat të tërë të doktorëve, të cilët diplomojnë në nivel vjetor. E në ndërkohë që ata ikin, mungesa e mjekëve është bërë shqetësimi kryesor i shumë spitaleve të vendit.